Unë kam patë fatin me jetu në fshat që jam rritë një qytet, është qytetëse në Finland, edhe për mua ka qenë shumë e rëndësishme mas shkollës me shku të shtolla e kuajve, që ku më kaloru gjithmonë mas shkollës, ose kam shku mi laje, mi fshije, mi pastru, edhe për mua ka qenë fshati shumë e rëndësishëm, do të thotë nuk e di ashtë fshataj, sepse ai t'jep të gjitha gjërat, edhe shkolla se ki larg, për shembull nëse ti mendon që 10 kilometra është larg, fshati me qytet ose qytet, atëherë të gjitha gjërat t'jep edhe fshati, edhe plus po flas për rini, për shembull kam po fatin edhe në Londër qendër me jetu, 8 vjet në qendër kur je single, kur je një vajzë e re ose një njeri i ri, t'jep tana mundësitë se ki krejt afër, jeta e natës, jo puna, jo shkollimi, jo universitetet e të tjerë. Po kur vjen një moshë, si për shembull një moshë e pjekurisë, që ti don me kriju familje, don që fëmia jot me pat një jetë programume, anti-stres, me vlera shoqërore, ato rrethit, ose suburban që shtojnë Amerikanë që i kanë shtëpia, që i njohin këtë prind njëri tjetrin dhe fëmijën njëri tjetrit, dhe është siguria mbi të gjitha që qytetet nuk e ki, që e kanë në përfshatra, ose në qytetet më të vogla, ose në suburban area. Kështu që për mua shumë e rëndësishme që kur flasum për qytetet dhe fshatrat, paragjykimi ndoshta ka në Kosovë akoma, po mendoj që edhe Kosova është tu eduku që vlerat familjare, në qofë se jenë në moshë madhore, unë mendoj që njerëzit vishë që kanë fillu me kuptu që shtëpia t'i jep gjërat më të vlefshme se sa një banesë, ose edukimi, shkollimi i familjes tone, është ndryshe në vendet që janë fshatra ose suburban, se sa në qytet që po mendojnë në qytet në Prishtinë që si të delsh pejla krishtesh ku jetojone, mu më shkon dhe isa të shkoj rruga bën janë një orë. Shkon dita. E kështu që njëta gjë është edhe qendra e Londrës, njëta gjë është qendra edhe New York, këtë ku kom pat fatin me jetu. Kështu që këtë varet çka don njeriu për jetës dhe çfarë faze të jetës je. Se dikush që është 20-ta e ka jetën ndryshe se sa na 30-ta, 40-ta. Këtë varet çka kërkon për jetës tyre, edhe tash që u bë kjo dhe jeta që po mush me punu edhe për shtëpisë, njerëzit e kanë kuptuar që unë më marr laptopin, mush vendosh në katon. S'ke nevojë me punu më në qendër. E kjo është një gjë shumë e mirë që po shkon bota përpara dhe njerëzit e kuptojnë edhe shëndetësinë e bios, ushqimi bio. Pastaj ajri është shumë i rëndësishëm. Ka shumë gjëra tjera. Që përbën një jetë shëndetshme. Po, Leon, ndoshta mundet me na jep ndonjë përgjigje kështu më të saktë se çka realisht po zgjedhin qytetarët, sepse vazhdimisht media raportohet që fshatrat po zbrazën, po sa është e vërtetë kjo? Fatkeqësisht është e vërtetë. Fatkeqësisht është e vërtetë. Është për me të ardhur keq kur hynën në fshat, shukon fshati Zhiti që të ofron gjithçka. Fshati Zhiti është. Fshati Zhiti në komunën e Vitis, nëse s'gaboj. Gjithçka të ofron, domethënë natyrë, pastër, ajër i mirë, pamje e jashtëzakonshme, afër qytetit, domethënë flasim me vetur, të ofron gjithçka, po që është i zbrazët, thoja se tërësisht. Është shumë e rëndë kur hynën në fshat edhe troket dosh me trokit në plot dyr, derisa del dikush, ai dikush që del në shumtën e rasteve është i moshuar. E kjo po ndodh më shumë se mund të lidhemi në debat që të gjithë. Po ndodh më shumë për shkak shkollimit, shkollave apo pse, Leo? Nga intervistat që i ke dhe i dëgjon. Po shkollimi merret si pretekst, po nuk është diçka kryesore, se edhe në fshatra ka shkolla. E flas për shkolla fillore, edhe atje ka, po besoj që është kjo ideja me kon më afër qytetit, me kon pak më i qytetërum, që të na hala nuk kena mujt me bëhat ka përcimin me thonë që je shumë okej edhe nëse jetë në fshat, nuk do me thonë që dalën shumë. Pra është ky paragjykimi, apo jo? Unë mendoj që shumë atë qytetërun janë të katunit se sa qytetit. Në fakt që pra thamë nashta që unë jam e ri në Kosovë, por fakt me prevojën që unë e kom po që do 2 vite, nëse Valioni mundet me tregu edhe pak më shumë se je ma gjatë këto, po unë mendoj që shumë atë qytetërun janë të katuneve në familjar. Po dhe se e në qytet. Hajde të gjojnë Valioni, po, ka gjitha këtyre që... Problemi i zbrazjes e fshatrave është problemi dhe i zbrazjes qyteteve në Kosovë, sepse gjithë shka po buhet me një qendër. Sot shka ka rrit me u bo një kaosin për Prishtinë është sepse jo shpraz, jo veç fshatrat, po në shpraz edhe qytetet. Njëtën e kam edhe në lagjën time ku kam shpinu në Gjagova atje, do të thot gjysma e lagjës apo që përpara blokëri ku na kemë thonë që ka najtë kretë inxhiniera, doktora, njerëz ma të shkollum, sot janë gjithë, ndoshta në kretë lagjë nuk ka asë një fëmi, sepse gjithë të i kanë dalë jashtë edhe kanë betë aty vesh plesht. Ky problemi i migrimit është social, ka të bëjë edhe me infrastrukturë, me shumë gjana tjera, kur dojmë i pas qenet shumë afër. Mirë që është të ndodhë tash puna për shpisë, që për të që ndoshta unë po një që shumë të tash
jenë të punu më Amerike me shtetet të tjera, pikërisht për shtëpisë, tu pas rrogat mira tjera. A janë më të dukum në fshatra se sa në qytet që shpëta Gjuli? Nuk është më më rëndësi ti mu më është edhe malë më shku me pas qëtësi. Problemi para gjykimit, dhe me thonë na muj me folë këtu shumë tema. Problemi Po para patjetër do t'i prekim disa. Para gjykimet një prej tyre. Po, para gjykimet që ndoshta në të kalumen janë para gjyku fshatar shumë. Janë para gjyku, po jo pse janë fshatit, po për shkak mentalitetit i cili nuk u përshtat me qytetit. Nuk kanë pas pajas qytetarë që i kanë para gjyku fshatar, sepse kanë qenë njerëz ma të mbyllur, ma të pa dalur, ma të pa informuar. Doli Gjakovari, Valja. Jo, po ju ka dzejnë kontekstin kohor për me dalë tash të Gjakova. Për që ato njësa të mshalu, se di që kini qef me nëzirë meme dhe është tema që ashtu që... Jo, absolutisht. Jo, vetëm thuet gjithë... Jo, në fakt janë Gjakovart, edhe për janë që janë kështu ma lokalista me sa e dion, edhe sa e ka pas... Ashtë në kuadrë të humorit, ka edhe prej atyre ndameve që buhen, po Gjakovart nuk janë lokalista veç për fshatar, po kanë qenë përgjithsi si komunitet ma izolum, edhe me qytetet tjera, edhe me raca tjera, edhe me gjithshka. Ka qenë një farë forme... Ka qenë, ama nuk është mo. Nuk është, jo, s'ka shansë mo më konë, se na që ka kemi lindë në Gjakov, një shumicë madhe i mjartë për një jetë ma të mirë Prishtinë, për i fshatrave kanë arë në Gjakov, kështu që mo nuk eksiste na.